Po nuk është vetë olimpiada, jo gjatë 4 vjetëve fitoni medalje dhe tjera dhe merrni gara tjera, është konstanta, po. Po faktikisht çdo trener serioz, çdo sport serioz, caqet kryesore i përcakton me kampionatet unë i quaj medalje elitare, kampionati evropian, botror dhe lojrat olimpike në garat më të rëndësishme. Patjetër që çdo garë këtij niveli është e jashtëzakonshme dhe shumë e rëndësishme, sidomos prapë po e potencoj për Kosovën si shtet i vogël. Mirëpo sytë e botës kur po ndodhin lojrat olimpike janë aty. Domethënë një ngjarje sportive e cila faktikisht e ndal botën, edhe për 2 javë fokusi i krejt mediave, fokusi i krejt politikës botërore, i mbushtetasve më të fuqishëm botëror është pikërisht në lojra olimpike, kështu që vizibiliteti i lojrave olimpike është më ndryshe se një kampionat botror, përkundër që niveli i garës është pothuajse i njëjtë. Laura Fazleu si vjet është bërë e treta në kampionat botror, po ndoshta shumë pak njerëz në Kosovë dinë, ndërsa që është bërë e treta në lojra olimpike, s'besoj që është dikush në Kosovë ose ndonjë shqiptar që e përcjell sado pak sportin që nuk e din.